sepse njeri për tjetrin ka të palara. Dhe duhet të vitë në moment që të çojë në një lavatriçe. A do t'i përdori drejtësia e re, apo do të përdoret nga drejtësia e re, nga politika e Partisë Socialiste, si një lavatriçe për të shplarë mëkatet e brendshme të Partisë Socialiste, që kjo luftë e brendshme në Partisë Socialiste është futur dhe infiltruar dhe e mirë organizuar për të bërë përçarje brenda SPAK-ut, është një tregues i qartë që investimi në reformën në drejtësi, por edhe këto arrestime janë mesazhe që nuk na çojnë te procedimi penal, na çojnë tek vrasja gjyqësore politike të njerëzve të Partisë Socialiste. Të dashur qytetar, Partia Socialiste mund të jetë në pushtet, por derisa është në pushtet ju nuk do kuptoni akoma shpërthimin e brendshme. I duhet të dalin në opozit para se ta shkërmoshni ju me votën tuaj, ata që janë socialistë na dëgjojnë. Në rast se doni Partinë Socialiste, jepni shansin të shkojnë në opozit. Në rast se ju doni shkatrimin e Partisë Socialiste, jepni shansin të futen njëri me tjetrin në burg, që ju mos të shikoni më me sy as ato petalet, as flamurin, as godinën e Partisë Socialiste. Nga lista e kandidatëve për deputet, duke qenë se nga dita në ditë pas shpalljes listave, gjërat po kristalizohen akoma më shumë. Aq më tepër nisur dhe nga fakti i fundit që aty flitej që një nga personat që ishte në dosje është kandidat për deputet. Tani ju si mendoni nga gjithë kandidatët për deputet, sa mund të arrestohen para zgjedhjeve? Për mua të arrestojnë apo mos të arrestojnë nuk ka asnjë vlerë. Për mua vlera më e rëndësishme është kjo: sekuestrimi, konfiskimi, llogaridhënie përpara një profesionisti, eksperti ekonomik që bën qartë as verifikimin kush ka vjedhur në mënyrë abuzive dhe kush ka qenë i zgjuar që ka mbrojtur vjedhjen e tij në mënyrë shumë të drejtë. S'ke çati bësh atë që ka vjedhur në mënyrë të drejtë. Sa i ka kuptuar se si bëhet ligji dhe si vidhet në mënyrë ligjore. Për shembull, do t'jap një rast tjetër që këta mendojnë sikur offshore janë kompani të palishme. Shtetet që bëjnë offshore i bëjnë për të ardhur investitor të huaj në vendin e tyre, për të rritur kapitalin e brendshëm. Por kompanitë offshore në vendet kur realizohet veprimtaria nuk janë të palishme. Dhe një person i cili në mënyrë të lishëm ka justifikuar paratë që ka dhe s'ke çfarë ti bësh, ti zgjedh procedimi penal duke e fut në burg që ai mlefi, ai pushteti 35 vjeçar që cili populli e ka urryer. Pra kemi rastin Ilir Meta, Sali Berisha, Erion Veliaj. Këto raste janë raste tipike të asaj që populli don ndryshim, po nuk janë ban ta bëjnë nëpërmjet votës dhe të kërkon arrestime, kapje, futje, dhe në fund fare na dalin fatura të mëdha të cilët i pagojmë të gjithë me parti pa parti. Dhe pse po ta them pikërisht këtë? Ore çdo arrestim që bën SPAK-u nuk legjitimohet që të jetë një arrestim në kushtet e flagrancës. Ore po ka vjedh tjetër, ka vjedh para 10 vitesh, nuk quhen në kushtet e flagrancës. Në kushtet e flagrancës është je në zyrë, ke kryer veprën penale në zyrë, hajde vlla brenda të sqarohemi sepse ti po bën namin, kërtim, kjo quhet veprë penale në flagrancë. Jo pasi ky ka bërë veprën penale, shkon një investitor kallëzimesh, sipërmarrës kallëzimesh që bën kallëzime nga mes deri në darkë, s'ka profesion tjetër, edhe thot që ky pas ka vjedhur. Dhe nuk mundet ne të dëgjojmë njerëz që bëjnë të mirët, që janë të shenjtor dhe të fundit të akuzojnë të tjerët ku brenda partisë vet kanë bërë hatan me taksa pagues shqiptar.